Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse jeni mbi 40 vjeç, merrni këto 7 vitamina dhe nuk do vuani nga asnjë sëmundje. Trupi nuk funksionon në të njëjtën mënyrë si në moshën 40 vjeçare siç ka funksionuar në të 20-tat. Masa muskulare fillon të tkurret, ka më shumë mundësi që mund të shtoni në peshë, mund të hyjni më shpejt në fazën e menopauzës dhe rreziku për probleme të rënda si ato të zemrës, diabeti e të tjera fillon që të rritet. Një zgjedhje për të përballuar më së miri këto rreziqe është të merrni mjaftueshëm vitamina dhe lëndë ushqyese, duke ngrënë në shëndetshëm dhe në disa raste duke marrë suplementet e duhura në mbikëqyrjen e një eksperti, pa qenë edhe një dëmtim i organizmit, do të merrni edhe një përfitim më të mirë të mbrojtjeve të shëndetit. Prandaj, ja cilat janë disa nga vitaminat dhe lëndët ushqyese që nevojiten pas të 40-tave sipas Healthline për të patur një shëndet më të fortë dhe gjithashtu për të parandaluar komplikacionet e tyre. Sigurohuni që në dietën tuaj, jo vetëm pas të 40-tave, vitamina B12 jetë pjesë prezente edhe e organizmit tuaj. Sapo të mbushni 40 vjeç. Vitamina B12 duhet të jetë primare në dietën tuaj, pasi mund të ofrojë gjithashtu edhe një sër elementesh ushqyes. Është shumë e rëndësishme për qarkullimin e gjakut dhe funksionet e trurit. Të vegjëlit dhe të rinjt mund të marrin vitaminën B12 nga ushqimet, gjendet e produkte shtatëzore si mishi, peshku, mishi pulës, bulmeti dhe vezët. Me plakjen e trupit fillon edhe vështirësia e absorbimit të vitaminës B12, sidomos pas moshës 50 vjeçare, kur edhe niveli i acidit në trup fillon të shterohet. Pas moshës 40 vjeçare dhe para se të mbushni 50 vjeç, është shumë e rëndësishme që të merrni edhe vitaminën B12 nga suplementet ose multivitaminat. Përpiquni të merrni 2.4 mg në ditë. Më së shumti përpiquni ta merrni nga ushqimet e duhura për të sjellë rezultate fantastike për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Duke qenë se është një vitaminë e tretshme nga uji, mund ta urinoni pjesën që nuk ju nevojitet. Kalciumi gjithashtu është një nga produktet më të mira, sidomos jo vetëm pas moshës 40 vjeçare. Marrja e duhur e kalciumit në trupin tuaj do të sigurojë një mbrojtje të mirë të kockave. Edhe pse mendohet se kockat absorbojnë pjesën më të madhe të kalciumit në vitet e para të jetës, zakonisht para moshës 30 vjeçare, kjo lëndë ushqyese luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e kockave dhe në rritjen e moshës suaj më të shëndetshme të tyre. Kalciumi nevojitet për funksione të tjera bazike të trupit, siç janë kontraktimet tuaja të muskujve, nervave, zemrës dhe reaksione të tjera biokimike. Nëse nuk po merrni mjaftueshëm kalcium nga dieta, trupi e merr kalciumin nga kockat, prandaj filloni edhe dobësoheni me kalimin e kohës. Për ta mbyllur, ju keni nevojë edhe për më shumë kalcium pas moshës 40 vjeçare. Megjithatë, nuk duhet ta teproni me të sepse jo vetëm që nuk do t'ja jap asnjë përfitim, por mund të shkaktojë edhe probleme shëndetësore. Gratë mund të marrin sasinë e nevojshme të kalciumit rreth 1000 mg në ditë nga mosha 40 deri në 50 vjeçare dhe 1200 mg mbi moshën 50 vjeçare. Nëse konsumoni ushqime të pasur me kalcium siç janë bulmeti, peshku, brokoli, bajami dhe spinaqi, do të arrini të keni rezultate fantastike për shëndetin në mbrojtjen e fuqisë të tuaj të kockave. Vitamina D gjithashtu nuk duhet të mungojë në dietën tuaj, jo vetëm pasi të mbushni moshën 40 vjeçare, por duhet të merret në mënyrë të rregullt për të përmirësuar kështu edhe shëndetin tuaj. Vitamina D është shumë e rëndësishme pas moshës 40 vjeçare pasi parandalon problemet që lidhen me moshën. Mungesa e vitaminës D lidhet me diabetin, sëmundjet e zemrës, sklerozën e shumëfishtë dhe problemet e gjirit, dhe ato të zorrës, rrezikut për të cilat rritet shumë me kalimin e moshës. Vitamina D është shumë e rëndësishme për absorbimin e kalciumit nga trupi. Disa nga burimet ushqimore të vitaminës D janë peshku, drithrat, megjithatë është shumë e nevojshme absorbimi i vitaminës D që merret nga ushqimi. Djegja është burimi më i mirë i kësaj vitamine. Në dimër bëhet më e vështirë marrja e vitaminës D. Prandaj, ekspertët rekomandojnë marrjen e suplementit D3 duhet të merren të paktën 600 njësi në ditë dhe 800 njësi pas moshës 50 vjeçare.
Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit në SBA, kjo vitaminë është shumë e rëndësishme jo vetëm për mbrojtjen e organizmit, por edhe për rigjenerimin e tij. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqyes në çdo moshë është edhe magnezi. Funksioni kryesor i magnezit është se ndihmon në rregullimin e tensionit tuaj të gjakut. Do të japë rezultate fantastike në këtë rast. Shumë e rëndësishme edhe për gratë mbi moshën 40 vjeçare, të cilat janë tashmë të rrezikuara nga faktorë të tillë të cilët mund të nxisin edhe shfaqjen e komplikacioneve të shëndetit. Është e rëndësishme që magnezi të merret brenda normës së lejuar. Mungesa e mangët me magnez mund të lidhet me sëmundje të zemrës, diabet dhe inflamacione. Magnezi gjithashtu do të luajë një rol pozitiv në absorbimin e kalciumit dhe ndihmon gjithashtu edhe në funksionet më të mira të kyçeve, të kockave dhe në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Sigurohuni ta merrni magnezin në dietën tuaj të rregullt përmes produkteve sa më natyrale për të rritur edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Nëse konsumoni një dietë të shëndetshme dhe të balancuar, mund të merrni dozat të nevojshme të magnezit rreth 320 mg në ditë për gratë mbi 40 vjeç, dhe ushqimet që mund të gjenden me magnez janë: perimet e gjelbra, bishtajat, produktet e sojës, frutat e thata, fara të ndryshme dhe avokado. Dozat e larta të magnezit nuk shkaktojnë ndonjë problem të rënd, megjithatë mund të shkaktojnë diare, të përzira, në disa raste edhe dhimbje. Prandaj sigurohuni që ta merrni gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti dhe gjithmonë brenda dozës së lejuar. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ushtuar në dietën tuaj, i cili do të japë rezultate fantastike për shëndetin, është edhe kaliumi. Kaliumi luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen nën kontroll të tensionit të gjakut, pavarësisht nga mosha e cila mund të jeni. Kaliumi mund të japë rezultate të mira në këtë drejtim dhe të ndihmojë gjithashtu edhe në rigjenerimin e shëndetit tuaj. Ekspertët rekomandojnë që gratë të cilat janë afër fazës së menopauzës të marrin sa më shumë kalium nga ushqimet që ato konsumojnë. Ekspertët rekomandojnë se mungesa e kaliumit në trupin tuaj mund të shkaktojë edhe probleme në tru. Ato janë gjithashtu kundërmarrjes së suplementeve të kaliumit vetëm nëse jepen me rekomandim nga mjeku ose për gjendje të tjera mjekësore. Dozat e larta të kaliumit mund të dëmtojnë traktin tuaj gastrointestinal dhe duhet ta merrni atë gjithmonë vetëm në mbikëqyrjen e një mjeku. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ushtuar në dietën tuaj është edhe omega 3. Teknikisht ato nuk janë vitamina, megjithatë acidet yndyrore omega 3 e meritojnë në një vend në listë për shkak të përfitimeve të shumta që kanë për shëndetin, sidomos për ato që përballen me ndryshime të theksuara negative që vijnë me moshën, si rritja e rrezikut për sëmundje të zemrës dhe rënja e aftësive njohëse. Studime të ndryshme kanë treguar se mungesa e omegës 3 mund të lidhet gjithashtu edhe me probleme të ndryshme të tensionit, kolesterolit dhe shëndetit të zemrës. Një studim i fundit ka zbuluar se njerëzit që kanë nivele të larta të acideve yndyrore omega 3 në gjak performojnë më mirë në testet e memorjes edhe të menduarit abstrakt krahasuar me individët me nivele të ulta të këtij minerali. Edhe pse mund t'i merrni acidet yndyrore omega 3 nga ushqimet si peshku, bajamet, farat e linit dhe perimet e gjelbra, suplementet janë gjithashtu një mënyrë e mirë për të siguruar mjaftueshëm minerale të duhura në këtë aspekt. Por nëse gjendja juaj është e rënduar, atëherë mund ta merrni atë edhe përmes mineraleve dhe produkteve të ndryshme ushqyese në mbikëqyrjen e një eksperti. Probiotikët gjithashtu duhet të jenë pjesë e pandare dietave tuaja, çka do t'i japin rezultate më të mira ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Probiotikët nuk janë as vitamina dhe as minerale, megjithatë janë shumë të rëndësishme për organizmin, sidomos edhe për sistemin tretës. Mungesa e probiotikëve në organizmin tuaj do të lidhet gjithashtu me faktorë të lartë ndikues edhe në përkeqësimin e organizmit. Prandaj sigurohuni të konsumoni sa më shumë produkte probiotike, siç është kosi dhe ushqimet e fermentuara. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.